Pra të kthejmë për fillimit dynjas këtë sotit, po të ishin popujt e botës të ndarë me zvete, ku ka musliman, ka vetëm musliman një murit ma thysat dush për pjetë, në mënyrë figurative, edhe s'ka me të kalu atë muri askosh, në anën tjetër atje një muri malë ku ka ortodoks, atje ku ka katolik, atje ka budista, e të tjerë prapërësisht sikur në Korenë e Veriut, tash një muri në mënyrë figurative ku s'ka kush që të kalon, apo në Shqipërinë tonë viteve 60-70 ku një muri njerëzor ta quaj kushtimisht ashtu ku s'un ta kalon kush, si do të kishte qenë bota, shumë e varfër, shumë e prapambetur. Pra ta i madhi Allah Azza wa Jall thot, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër. Mashkulli Ademi, femra Hava, pastaj njerëzit kanë dalë prej tyne. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, dhe ju kemi bërë popuj për edhe fise më të vogla, popuj më të mëdha. Për shembull, populli shqiptar ka pas 12 fise të mëdha, Tazami. Një prej tyre Krasniqja jeme, je Berisha, je Kelmendi, je të tjerë. Pra popull, ju kemi bërë fise dhe popuj. Për çka? Lita'arafu. Më njëherë vihet tash bashkëtesa, nevoja e njërit për tjetrin, për me plotësu, për me jetu, për me qenë më të kompletuar. E pastaj në fund këta jetët thot, inna akramakum inda Allahi atqakum, më i miri ju, pra mos u lavdëro ti pse je bardh, ai pse i zi, ti pse flet shqip, ai pse flet ku di çfarë do gjuhë, ti pse je më i madh, ai më i vogël, ti pse je burr, ai so grua. Le atë mesele. Këto nuk janë vetimet nëpërmjet të cilave ja vlen të lavdërohesh, por Allahu po thot me devotshmëri. E devotshmëri do të thonë ka vlera. Ka vlera të shumta, e ndërto dhe kryesion atyre të besuarit në Zot Gjellëshanu, në Zotin krijues. Dhe kjo është baza islame për së cilët duhet bashkëtesa. Te që kjo ajet tash fillon, sepse Allah po na kthen fillim të dunjas, po thot prej këtuhet e njerëz, ju kemi ndarë që të keni divergjenca mes vete dhe ta kompletoni njëri tjetrin.